Sami Hamiti, i cili ishte kryesues kuvendi kur u marrë vendimi për këmbim, e më pas, si asamblist, kërkonte që të votohej, del që dikur e një kohë ishte punëtor në kompaninë e Mifail Cakollit, përkatësisht gjatë periudhës 1995 deri në 2000 kishte udhëhequr sektorin financiar komercial të NT Mifa. Këtë pozitë ai e ka të cekur edhe në biografinë e tij. Mifail Cakolli, për betimi për drejtësi, nuk e ka mohuar faktin se e njeh Sami Hamitin e as faktin se ai kishte punuar në kompaninë e tij. Me Sami Hamitin a njiheni? Njihem. A keni punu me të? Me ta s'kom punu, ai ka majt kontabilitet. Në kompaninë e juj, domethënë, ka majt kontabilitet. Po, një kohë. Me mu s'ka punu, se biznisi ka qenë jemi, apo këtana, ka qenë punëtor, ka kontabilitet, ekonomist, qysh me to. Ndonë se e ka në CV, Sami Hamiti nuk i përgjigjet pyetjes lidhur me vendimin e kuvendit dhe se a ka punuar me Mifail Cakollin. Jene të mkryet 2 vjetë 30 edhe 30 vjetë qira. Gjytët me edhe në kuvend komunale ati, me edhe edhe i shqeqami ato të mëme. Po, a keni punu me Mifail Cakollin ju në periudhë caktuar? Jam në zonë, shqeqaj një dokumentacionin e merë një aqe. Në biografi e keni që keni punu si, domethënë e keni udhëhequr sektorin financiar në të Mifa. Në anën tjetër, edhe në një takim të 27 marsit 2014, kur diskutohej për këtë këmbim, thuhet se prona e Cakollit është mu në mes parkut të Gërmis dhe duhet për realizimin e projekteve të shtigjeve. Por asamblisti atëhershëm Ylli Hoxha ishte shprehur se kishin ardhur informata se ajo pronë ka qenë ekspropriuar më herët dhe në rrethana krejtësisht të dyshimta i është konvertuar Cakollit. Avem informacioni se prona në Gërmi, në pronë të Mifail Cakollit, realisht është pronë ekspropriuar në vitin 1987. Në vitin 1989, ekziston pagesa e cila është bërë për këtë pronë nga komuna dhe pronari sërb i asaj toke ka pranu ofertën e komunës. Këtij kuvendi i është sjell një dokumentacion me cilën thuhet se prona është e Mifail Cakollit, bazuar në një kontratë e cila thuhet se është e lidhur në vitin 1986 para ekspropriimit të tut. Kontrata verifikohet në vitin 2000. Është e shkruar në gjuhën shqipe, flet për shkëmbim të pronës në marka gjermane dhe jo në dinar, siç ka qenë praktikë në atë kohë, dhe është e shtypur me printer kaserik, të cilin nuk e kemi pasur. Do të thotë është bërë më vonë kontrata duke pretenduar se një vlerë e tokës ka ndodhur në vitin 1990.